E rënë në Itali, shqiptari dhunon ish të dashurën e tij ukrainase në mes të lokalit. Një ngjarje e dhunshme ka ndodhur në shtetin fqinj Itali, ku një shtetas shqiptar ka dhunuar ish të dashurën e tij. Sipas mediave italiane, mësohet se ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e dieshme rreth orës 20:30 brenda një lokali në qendrën e Paretes. Gjithashtu, gruaja ukrainase është sulmuar brutalisht me shkelma dhe grushta në fytyrë, ku sipas dëshmitarëve ajo ka hyrë tek lokali dhe ka kërkuar ndihmën e të pranishmëve. Gruaja është nënë e një fëmie të vogël, por fatmirësisht djali nuk ishte pësuar asnjë dëmtim, ndërsa e dhunuara ndodhet në spital për marrjen e ndihmës së nevojshme. Ndërkohë, shqiptari ka rënë në prangat e policisë teksa janë duke punuar për zbardhjen e plotë të rrethanave.